Një video e vjetër e publikuar së fundmi në TikTok por rikthen vëmendjen tek rrugëtimi i banorës së këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5, Selin Bollati, duke treguar ndryshimet e jashtëzakonshme që ka pësuar karriera e saj brenda pak viteve. Në klipin e rikthyer, Selin shihet duke kërcyer gjatë natës finale të Big Brother VIP Albania 2, ku ajo ishte e angazhuar thjesht si figurante në trupën e baletit për të performuar gjatë një surprize të organizuar nga produksioni. Sot, pa u mbushur ende 3 vite nga ajo natë, Selin nuk është më një figurante në sfond. Ajo është kthyer në një nga protagonistet kryesore të edicionit të 5, duke tërhequr vëmendjen e publikut me lojën, karizmat dhe dinamikat e saj në shtëpi. Për shkak të angazhimit dhe strategjisë që po ndjek brenda shtëpisë, shumë ndjekës e shohin atë si një nga pretendet kryesore për fitoren e këtij viti. Tranzicioni i Selin nga një figurante në sfond me një nga rrjetet më të komentuar të reality show tregon për kushtimin, talentin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të saj. Videoja po shpërndahet masivisht nga ndjekësit dhe fansat e kanë komentuar gjerësisht, duke e vlerësuar si një shembull të rrugëtimit mbretërelës të një personazhi që ka punuar fort për të arritur majat në industrinë televizive shqiptare. Rikthimi i këtij momenti të vjetër është bërë viral pikërisht për të treguar se edhe fillimet në prapavi mund të shndërrohen në sukses të madh me kohë, punë dhe përkushtim. Selin Bollati është tashmë një nga emrat më të ndjekur dhe më të komentuar të BBVA 5, duke treguar se karriera televizive mund të ndryshojë rrënjësisht brenda pak vitesh.